Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri dhe Universiteti i Gjirokastrës kanë arritur në një marrëveshje shumë të rëndësishme, që është ngritja e një qendre kërkimore shkencore për zhvillimin vendor. Sot maturantët gjirokastrit kanë zhvilluar provimin e fundit të maturës shtetërore atë të lëndës me zgjedhje. Ndryshe nga më parë, ata sot ju nënshtruan testeve të ndryshme sipas lëndëve që vetë kishin përzgjedhur në formularin A1Z. Në zonën e Lunxhërisë ka nisur korrja e drithrave, një proces që shënon kulmin e punës së fermerëve pas muajsh përkushtimi dhe kujdesi. Në Gjirokastër është zhvilluar takimi përmbyllës për projektin e rijetëzimit të qendrës multifunksionale Zinxhira. Kjo qendër do të funksionojë si një njësi lëvizëse në shërbim të komunitetit, me fokus te përfshirja sociale dhe ofrimi i shërbimeve të ndryshme për banorët. Ju njohim tani më gjerësisht. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri dhe Universiteti i Gjirokastrës kanë arritur në një marrëveshje shumë të rëndësishme, që është ngritja e një qendre kërkimore shkencore për zhvillimin vendor. Në këtë kuadër, përfaqësues të dyja palëve kanë organizuar një takim ku prezantuar në rezultatet e studimit të fizibilitetit për krijimin e saj. Në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës u prezantuan rezultatet e studimit të fizibilitetit për krijimin e qendrës kërkimore për zhvillim vendor, një nismë që synon të forcojë lidhjen mes kërkimit shkencor dhe zhvillimit lokal. Në takim mori pjesë edhe ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, i cili e cilësoi këtë qendër si një mjet të domosdoshëm për të frenuar emigrimin, duke krijuar mundësi që të rinjt të angazhohen në zhvillimin e komuniteteve të tyre. Duke krijuar në qendër të tillë, duke inkurajuar në qendër të tillë, do të inkurajojmë edhe të rinë që të studiojnë të rinë këtu, që nuk të ikin në krye qytet ose në vend tjetër. E dim që në Shqipëri në përgjithësi dhe në regionet të jugut në veçanëri ka problemi madh me migracionin, dhe mendoj që projekte të tillë mund ta jepen shpresë të rinjve që ka punë për ta bërë, ka mundësi për të studiuar këtu, ka mundësi për të punuar këtu, sepse qendra, si ju thash, është me qëllim që do të forcohet këtu pushteti lokal të bashkive të jugut për të zhvilluar aktivitetet ekonomike tyre e në duke respektuar mjedis, që e keni shumë të bukur, shumë të pasur. Studimi identifikon sfida kyçe për qeverisjen vendore, si zhvillimi ekonomik, shpopullimi, problemet mjedisore dhe ndikimet klimatike. Qendra do të funksionojë si një platformë që prodhon të dhëna dhe analizat bazuara në evidencë, me qëllim hartimin e politikave më efektive në nivel vendor. Objektivi afatgjatë është angazhimi i studentëve dhe stafit akademik në projekte konkrete kërkimore. Është përfshirë në një proces të edhshëm ndërkombëtarizimi dhe aktualisht jemi duke finalizuar një projekt ide për ngritjen e qendre kërkimore mbi mjedisin në qarkun e Gjirokastrës. Është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit ndërmjet Universitetit e Qerem Çabej të Gjirokastrës dhe ose prezencës së OSBE-s në Shqipëri. Kjo ide lindi në fal bashkëpunimit ton si staf akademik me këtë institucion, gatishmërisë së OSBE-s për të gjendur dhe për ta konkretizuar iden ton, dhe duke përcaktuar universitetin si një qendër shumë të rëndësishme kërkimore dhe shkencore, ashtu sikurse është dhe trendi i zhvillimeve të universiteteve në Shqipëri, por dhe në gjerë. Natyrisht që kjo qendër kërkimore nuk do të jetë thjesht një qendër universitare, por do të kalojë kufit e një qendre kërkimore thjesht universitare, por do të përfshi të gjithë faktorët e rajonit jugor, duke përfshi sidomos pushtetin vendor. Jo më kot pjesë e këtij projekti do të jetë Bashkia e Gjirokastrës, Bashkia e Tepelemes dhe Bashkia e Përmetit. Dhe në perspektivë për të futur të gjitha bashkitë e qarkut të Gjirokastrës. Jemi shumë optimist se ky projekt do të eci, sepse tashëm Universiteti i Qerem Çabej Gjirokastrës i ka të gjitha potencialet njerëzore, ka përvojën tashëm të stafit akademik për të marrë me punë kërkimore dhe shkencore, e cila është një garanci shumë e madhe për të konkretizuar ky projekt. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt rritjes së rolit të Universitetit të Gjirokastrës si kontribues aktiv në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit.
Sot maturantët Gjirokastrit kanë zhvilluar provimin e fundit të maturës shtetërore atë të lëndës mesgjedhje. Ndryshe nga më parë, ata sot ju nënshtruan testeve të ndryshme sipas lëndëve që vetë kishin përzgjedhur në formularin A1Z. Sot në mbarvendin maturantët i kanë dhënë fund emocioneve të provimeve të maturës shtetërore 2025. Ata ju nënshtruan provimit të lëndës mesgjedhje ashtu siç e kishin përcaktuar në formularin A1Z. Në fund të provimit, i cili zgjati 2 orë 30 minuta, ata u shprehën mbi nivelin e vështirësisë së testit, por edhe synimet që kanë për të vazhduar studimet e larta. Cilën lëndëve? Psikologji qytetari. Si ishte testi? Shumë normal. Pse zgjodhe këtë lëndë? Për shkak se ishte një lëndë që unë e dija shumë mirë dhe për shkak se arrit që ato që dua të studiojnë në universitet përkërkojnë këtë lëndë. Çfarë do studiosh? Çfarë mendon? Unë mendoj ose për psikolog ose për infermieri. Si ishte testi? Ishte goxha e vështirë. Po pse dhat psikologjim? Pse keni zgjedhur këtë? Çfarë mendoni se do studioni? Menduam se mund të vazhdojmë për këtë lëndë, domethënë. Vazhdojmë në degët e kësaj. Po që e vështirë goxha. Që e vështirë. Nga gjitha provimet, këtë duk më i vështirë? Jo. I matematikës jam i vështirë. Cilin provim dhatë sot? Të gjeografisë. Ishte shumë mirë, i kishim bërë ato mësime, përgatitja e mësuesve ishte shumë e rregullt, edhe të gjithë ishin okay. Sot testova në lëndën gjeografi, testi që shumë i lehtë, nuk ka asnjë probleme. Eci shumë mirë procedura. Ku mendon të shkosh në shkollë të lartë? Dua të bëj parashkollorin. Ndryshe nga provimet e mëparshme, në provimin e lëndës mesgjedhje, pjesëmarrja ishte më e lartë, nga 301 kishte shkuar në 328, çka do të thotë se 27 rinj i përkisnin maturave të kaluara. Hyrja e tyre në këtë provim tregon se ata janë pretendent për shkollë të lartë. Në Gjirokastër ky provim u administrua në 3 qendra, 2 të vendosura në gjimnazin Asim Zeneli dhe 1 në palestrën e shkollës nëntëvjeçare Koto Hoxhi. Punonjësit e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në Dropull jo vetëm që stërviten në mënyrë sistematike, por vazhdojnë punën për sensibilizimin e banorëve në këto ditë të nxehta vere. Vatrat e zjarrit të vitit të kaluar në këtë njësi vendore kanë nxitur vullnetarizimin në të gjitha fshatrat. 466.67 km2 është sipërfaqja e përgjithshme e bashkisë Dropull, ku rreth 25.000 hektar janë pyje dhe kullota. Si rrjedhim, ka shumë premisa për të krijuar vatra zjarri në këto ditë të nxehta të qershorit. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit e ka rezidencën e tij në Vrisera, në qendrën e njësisë administrative Dropulli Sipër. Vatrat e zjarrit të vitit kaluar kanë lënë njësia të hidhur tek banorët e Dropullit dhe të Pogonit. Megjithatë, këto ngjarje kanë qenë një përvojë e vyer për shërbimet zjarfikse këtu në bashkinë e Dropullit. Megjithatë, ishin përpjekjet vetmohuese të trupave të shërbimit zjarfikës, të cilat shpëtuan jetën e banorëve dhe evituan dëmet në pronat publike dhe private. Prandaj, dhe ky shërbim po stërvitet në mënyrë intensive, përveç punës sensibilizuese që po zhvillohet me banorët. Si çdo vit vazhdojmë me masat parandaluese për stinën e verës. Efektivi vazhdon rregullisht stërvitjen. Ne kemi bërë shkresat të ndryshme për bashkëpunim dhe me policinë, me ujësjellësin, me të gjitha me kryeplejt, në mënyrë që të kemi një njoftim sa më të shpejt dhe një vajtje në vatrën e zjarrit sa më shpejt për shurën e saj. Banorët duhet ta dinë që njoftimi më i parë duhet jetë 128, plus celularin që kemi të afishuar në çdo vend. Duhet sa më shpejt, nuk duhet të marrin mua ose një zjarfiks privat, po duhet të marrin direkt 128. 1 minutë vonesë është shumë i çmuar për ne. Madje, zoti Kosta përshëndet edhe nismën e qeverisë shqiptare për të ngritur qendrën operacionale në krahun e të Finikit. Kjo është një nismë shumë e mirë nga ministri, se bashkëpunimi me AKMC-n do jetë një fryt edhe për shërbimin zjarfikës, për bashkëpunimin në tëra drejtime në rajonin e jugut. Edhe në këtë sezon vere, është shtuar numri i vëzhguesve në zonën malore të Pogonit, por drejtuesit e shërbimit po vazhdojnë përpjekjet për të siguruar një automjet të shpejtë, pasi distanca Poliçan-Vrisera është rreth 40 km.
Ardhja e Stinës së verës shoqërohet me rritje temperaturash si dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Mjekët theksojnë se pacientët janë të shumtë që paraqiten, por më të prekurit janë fëmijët, të moshuarit dhe të sëmurët kronik. Gjatë kësaj periudhe rekomandohet të mos dilet në orët e drekës dhe të konsumohen lëngje dhe fruta. Me ardhjen e verës janë rritur temperaturat dhe janë shfaqur edhe rastet e problemeve shëndetësore. Mjekja pranë qendrës shëndetësore Manalat, Joana Ciko, shprehet se grupet e popullatës që preken më tepër janë fëmijët, gratë shtatzëna dhe të moshuarit. Pacientët që paraqiten pranë qendrës kanë shfaqur simptoma të ndryshme, si të vjella, diare apo dhe tension të lartë. Me ardhjen e Stinës së verës janë shfaqur edhe temperaturat e larta. Këto temperaturat e larta kanë shfaqur probleme edhe tek popullata dhe kryesisht tek të moshuarit, tek gratë shtatzana, tek foshnja, tek fëmijët, tek të sëmurët kronik. Pacientët shpesh vinë në ambulancë dhe ankohen për simptoma si dhimbje koke, marrje mendshme, ndjen të këputur, kanë luhatje me tensionin dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Ndërkohë që mjekja Ciko rekomandon se këta individ duhet të bëjnë kujdes gjatë ditëve të nxehta, duke përdorur sa më shumë lëngje, fruta dhe të reduktojnë orët e pikut të vapës. Evitohet të dalja në orët më të nxehta të ditës, së cilat janë ora 11 deri në orën 5, të veshim rroba sa më të lehta dhe më komode për të qenë sa më të freskët, të konsumojmë sa më shumë lëngje edhe ujë për të qëndruar të hidratuar, mos të konsumojmë alkool, ushqimet jo pikante, nuk duhet të jenë pikante, duhet të konsumojmë sa më shumë fruta dhe perime. Qëndrimi i gjatë në diell dhe mos kujdesi i duhur mund të sjellë pasoja dhe probleme të shumta për shëndetin për çdo grup mosh. Në zonën e Lunxhërisë ka nisur korrja e drithrave, një proces që shënon kulmin e punës së fermerëve pas muajsh përkushtimi dhe kujdesi. Fushat janë mbushur me makineri bujqësore dhe fermerë që punojnë për të mbledhur prodhimin, i cili mbetet burimi kryesor i të ardhurave për shumë familje në zonë. Megjithatë, fermerët shprehen të shqetësuar për faktin se vitet e fundit sipërfaqet e mbjella janë ulur ndjeshëm. Jemi në kulmin e sezonit të korrjes së drithrave dhe në fushat e zonës së Lunxhërisë, puna nuk njeh pushim. Pas muajsh kujdesi dhe pune të palodhur, fermerët kanë nisur të mbledhin frytet e mundit të tyre. Ky është një nga momentet më të rëndësishme për ekonominë bujqësore në këtë zonë. Ka filluar sezoni korrjeve të drithrave, tërshërës, grurit, elbit, jo në mas, deri diku se shikoni. Janë dhe shumë të buta akoma për shkak të kohës. Për momentin, unë për shembull kam mbjellë misër, ka filluar dhe sezoni vaditjes së misrit, mëngjesi kur do erë me që është freskë dita është vap, merrem me atë punë, pastaj vazhdojmë, kemi jonxhat me grurin, me të gjitha punët që përkasin bujqësisë. Megjithatë, vetë fermerët shprehen se vitet e fundit sipërfaqet e mbjella janë ulur ndjeshëm në këtë zonë. Këto vitet e fundit të mbjella në këtë zonë para 10 vjetësh kanë qenë shumë më shumë. Në këtë zonë mund të ishin 60, 70 dhe 100 hektarë të mbjella. Këto vitet e fundit janë reduktuar në maksimum. Si vjet mund të them që janë 30 hektarë të mbjella, jo më shumë. Janë reduktuar. Se di pse, po nuk mbjell njeri. Vetmja kulturë që mbjellin këtu është tërshëra, sepse shumica e zonës këtu kanë bakti. Korrja e drithrave nuk është thjesht një proces bujqësor. Është një moment i rëndësishëm që përmbledh të gjithë përpjekjen e muajve të gjatë. Për fermerët, ky është çasti kur puna përkthehet në prodhim dhe shpresa në të ardhura. Në Gjirokastër është zhvilluar takimi përmbyllës për projektin e rijetëzimit të qendrës multifunksionale Zinxhira. Kjo qendër do të funksionojë si një njësi lëvizëse në shërbim të komunitetit, me fokus te përfshirja sociale dhe ofrimi i shërbimeve të ndryshme për banorët. Bashkia Gjirokastër ka zhvilluar takimin përmbyllës për rijetëzimin e qendrës multifunksionale Zinxhira, e cila do të shërbejë si një qendër lëvizëse për nevojat e komunitetit. Projekti vjen si pjesë e nismave për përfshirje sociale dhe zhvillim të qëndrueshëm në nivel vendor. Është një projekt që financohet nga UNICEF dhe është fituar nga Bashkia Gjirokastër dhe, siç e thash, lidhet me rijetëzimin dhe integrimin në shoqëri, jo vetëm
të shtresës së komunitetit rom, por të së gjithëve. Nëpërmjet këtij projekti shumë e rëndësishme, do të bëhet i mundur jo vetëm rihetëzimi i qendrës, por edhe vendosja në dispozicion e një mjeti publik, i cili do të ketë një staf të dedikuar mjekësh dhe infermierësh, të cilët do të shkojnë aty ku ka nevojë, në persona të cilët e kanë të pamundur që të mund të shkojnë në qendrat mjekësore të lagjes apo dhe në spital, do të mund të bëhet e mundur koordinimi nga Bashkia Gjirokastër për të dhënë ndihmë e parë te shërbimi i mjekut. Sipas të dhënave, kjo qendër është pajisur tashmë me infrastrukturën dhe stafin përkatës, që do të mundësojë ofrimin e shërbimeve në terren, aty ku ka më shumë nevojë. Qendra në stafin e vet ka një psikolog, ka një fizioterapist, sigurisht ka edhe një shofer i cili do të bëjë të mundur transportin në pikat e nevojshme ku do të kërkojnë nga vetë qytetarët. Vlera e këtij projekti ka shifrën e rreth 80 milion lekëve të vjetra. Nga Bashkia Sarand po bëhet çdo përpjekje me fokus sigurimin e të gjitha ujitjeve të nevojshme tek tokat bujqësore. Së fundmi ka përfunduar edhe ndërtimi i digës mbi lumin e Kalasës, që do të përdoret vetëm gjatë verës për ujitjen e parcelave me misër. Bashkia e Sarandës ka një prapavit të vetën të sigurt që mban në këmbë dhe turizmin, si e tillë shërbejnë në tokat bujqësore përreth që arrin në 2000 hektar të mbjella. Me investimet e bëra është bërë mundur që uji të shkojë në secilën parcel, sipas Mustafa Lamajt, drejtori bujqësisë në këtë bashki. Kemi detajuar çdo lloj pune që i shërben vaditjes. Të gjithë kanalet sezon pas sezoni, si në vaditje si në kullim, tashmë janë të pastruar dhe janë gati për sezonin. Kemi pastruar deri tani 12 km kanale vaditëse, të cilat i shërbejnë më së miri kultivimit të misrit në tokat bujqësore dhe kemi arritur që në 2000 hektar tokë bujqësore të mbjellë të çojmë ujë në kokë të parcelave në të gjitha parcelat bujqësore. Shumë i rëndësishëm vlerësohet investimi më i fundit i përfunduar këto ditë kur mbi lumin e Kalasës u ngrit diga që në muajt e verës shërben për ujitjen. Përfunduam edhe ndërtimin një dige provizore mbi lumin Kalas, ku u bën mbi 1500 metër kub inert u hodhën në ato, themi provizore, pasi kjo është një digë që për muajt e verës shërben për vaditje dhe pastaj në dimër e prishim sepse kanali shërben për kullimin e tokave bujqësore. Është në mungesë të 2 kaskadave betoni që kanë qenë qysh në kohë të hershme. Mungesa e tyre na bën që të bëjmë diga provizore dhe shërben vetëm për 2-3 muaj. Sipas Lamajt, aty ku ka ujë ka edhe prodhim të mbar bujqësor. Nga 2100 hektar të mbjella me misër, ai jep siguri se do të merren 100 kuintal për hektar. Deri tani kemi kryer 2 vaditje. Kemi edhe 3 të tjera kata si mas thatësirës që është, dhe në fund të gushtit, në fillim të shtatorit, bëjmë gati për korren e misrit. Qasat janë shumë të mbara, shpresojmë të marrim sërish mbi 100 kuintal misër për hektar. Ja kemi arritur edhe vitet të tjera, dhe tashmë mund të themi me gojën plot që aty ku ka ujë, ka jetë, ka prodhim. Në total kemi një sipërfaqe 2375 hektar. 2100 hektar i mbjellim. Pra jemi në 90% të shfrytëzimit të sipërfaqes tokës bujqësore. Kjo është goxha rritje, jemi vetëm në bashki, besoj që shfrytëzojmë kaq sipërfaqe. Aktualisht bëhet çdo përpjekje me fokus sigurimin e të gjitha ujitjeve të nevojshme të tokave të ndodhura kryesisht në vendin e quajtur Pal, dhe së bashku me fermerët pritet që në shtator, kur të nisë korja e misrit, fal këtyre masave të merret prodhimi mbar. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.